Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë kanë ndaluar shtetasin MÇ 36 vjeç banues në Barbullinj, pasi nga hetimet dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me dhunë me një shtetase 24 vjeçe para disa muajsh. Policia gjithashtu referoi materialet në prokurori për vlerësim ku nisi procedimi penal për shtetasit IM 49 vjeç, FM 32 vjeç, IM 42 vjeç dhe EM 20 vjeç, banues në Fjershegan, pasi dyshohet se për motive të dobta kanë qelluar me grushte një shtetas 65 vjeç po banues në Fjershegan dhe kanë thyer me mjete të forta xhamat e lokalit të tij. Policia referoi materialet në prokurori sepse shtetasja MV 78 vjeçe pas një infeksioni në ambulancën e lagjes Savër ka pësuar reaksion. 78 vjeçarja është dërguar në spitalin e Lushnjës, por pavarësisht ndihmës mjekësore ka humbur jetën, po punohet për përcaktimin e shkakut të humbjes së jetës. Ndërkohë, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan në flagrancë shtetasin AB 28 vjeç banues në Fier, pasi në fshatin Ferm Çlirim, automjeti që drejtonte është përplasur me një mjet pune frezë me rimorkjo me drejtues shtetasin GÇ 50 vjeç. Si pasojë e përplasjes janë dëmtuar shtetasit GÇ, AC 66 vjeç dhe një shtetas 14 vjeç, të cilët ndodheshin në rimorkjon e frezës. Shtetasit GÇ dhe AC ndodhen në spital nën kujdesin e mjekëve. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme.